Valet e të nxehtit që kanë përfshirë Europën po shtyn temperaturat mbi 40 gradë Celsius në disa vende, duke rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve dhe duke nxitur autoritetet të bëjnë thirrje për kujdes të shtuar. Në Turqi, temperaturat ekstreme kanë shkaktuar kushte të rrezikshme me zjarret që kanë shpërthyer në qytetet si Izmiri, Bursa, Adana e të tjerë. Ekipet toksore dhe ajrore janë mobilizuar për të luftuar flakët, por operacionet u përballën me një tragjedi në Adana, ku një avion zjarfikës u rrëzua gjatë përpjekjes për të marrë ujë në një nga digat e afërta. Operacionet e kërkim shpëtimit janë në vijim. Në Greqi, vala e parë e madhe e të nxehtit për këtë vit ka bërë që shumë banorë të Athinës të dynden drejt plazheve. Temperaturat priten të arrijnë deri në 40-41 gradë Celsius në brendësi të vendit deri të premte, ndërsa vala e të nxehtit do të zgjasë deri në fund të javës, kur parashikohet lehtësimi i përkohshëm i temperaturave. Në Spanjë dhe Portugali, vendasit dhe turistët po përgatiten për një fundjavë me temperatura ekstreme. Në Portugali, temperaturat mund të arrijnë deri në 44 gradë Celsius. Shërbimi meteorologjik portugez ka lëshuar paralajmërime për mohë të nxehtë në të gjithë territorin, me nivelin portokalli për zonat e brendshme më të rrezikuara. Në kryeqytetet e Madridit dhe Lisbonës, turistët kërkuan hije dhe freskim me pije të ftohta për të përballuar të nxehtin përvolues. Autoritetet në të gjitha rajonet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të shmangin veprimtaritë që mund të nxisin zjarr, pasi kushtet e thata dhe errat e forta mund të përhapin më tej flakët.